Përshëndetje dhe mirë se erdhët, sot po përgatisim pogače. Fillojmë recetën. Fillimisht për ta përgatitur recetën na nevojiten 600 ml me jogurt ose 3 gota jogurt. Shënoni recetën sepse është recetë ja vlen me provu edhe keni me përgatit çdo vikend. Një vezë të plotë, një lugë të mesme me sodë buke, kryp. Vazhdojmë shtojmë 3 lugë të mesme që nuk i mbushim plot me maje edhe pak kryp. Do me thonë 3 lugë të plota edhe pak. 2 lugë të gjellës me vaj. Vazhdojmë edhe i përzim me lugë dhe pastaj e shtoj miellin gradualisht nga pak duke e formuar brumin e pogaçës. Duke e përzi, duke e shtuar miellin. Kështu e përgatisim recetën e sotit. Thash është recetë që nuk ju dështon edhe mund ta përgatisni sa herë t'ju kujtohet edhe çka është me rëndësi se kjo pogaçe ju qëndron e butë edhe për ditën e nesërme. Vazhdojmë tash brumin e trashim kështu duke i shtuar miell, duke e përzi me dorë edhe pastaj në tavolinën e punës vazhdojmë edhe e ngjeshim. Une kam shtuar në total 700 gram miell, tash do të përdori miell gjithashtu edhe për ta ngjeshur brumin. Pra dikon 750 gram krejt ju shkon miell. Pra në brum kam hedhur 700 gram, pastaj pjesën tjetër është që e kam hedhur këtu në tavolinë për ta formuar edhe brumin e pogaçeve. Thash që janë pogaçe që ja vlen me i provu, qoftë për veti, qoftë për mysafir, sepse bohen shumë të shishme. Kështu vazhdoj e ngjeshi dikon për 4 minuta, 5 minuta me dorë, pra i ngjeshim mirë. E pasi brumi është gati, vazhdojmë edhe ndajmë në 4 pjesë të barabarta. Nga ky brum, po ndaj 4 pjesë, kështu kena me formu 4 pogaçe të vogla. Pra thash, për një mëngjes të shishëm, për ditë vikendi ose për një darkë të shishme, duhet ta provoni recetën. Po vazhdojmë edhe po i formojmë kuleçët, kështu si në video, pastaj vazhdojmë edhe i shtypim me dorë. Dhe kështu, pasi t'i kemi gati, do t'i vendosim në tepsi. Tepsien ku kena me përgadit apo me i pjek pogaçet, i kam shtruar letër për pjekje. Furrën e shpënretit e kam nxehur në maksimum. Edhe tash pogaçet po i vendosi në tepsi ku kam vendosur letër për pjekje. Pasi që i kemi gati, marrim një të verë të vezës, shtojmë një lugë të gjellës me jogurt, i përzim edhe me këtë përzierje, vazhdojmë edhe pogaçet do t'y lyej mbi. Pra thash furrën e shpëritit e kam lshu që të nxehet në temperaturë maksimale. Edhe pasi që furra të nxehet mirë, atëherë do të vazhdojmë edhe do t'i shti pogaçet që të pjeken. Pra s'keni nevojë me i lanë me pushu, mundeni direkt edhe në furrë. Tash po i ndajmë kështu në disa vende dhe gjithashtu që pogaçet ju bohen më të mira, mos të qohen të kore pra mbi. Ne vazhdojmë edhe përpos që po i presim, pra po i ndajmë në këtë mënyrë, do t'i shpoj edhe në disa vende, sikur këtu në video. Pasi pogaçet janë pjekur për 15 minuta,
janë gati. Pasi kanë kalu 10 minuta në furrë, unë i kam vendosë letër për pjekje edhe i kam lanë me letër për 5 minuta, që do me thonë 15 minuta krejt koha e nevojshme për pjekjen e pogaçeve. Me njëherë kështu të nxehta, vazhdoj i lyej me gjalp ose me margaren, çfarëdo që ju gjendet në shtëpi, edhe këto për një 2-3 minuta janë të gatshme për me fillu edhe me i hangër. Pra mundeni edhe mos me i mbulu heq, po mund t'i leni kështu, ose nëse doni t'ja ruani pak atë nxehtësien mundeni, pra t'i mbuloni, pra krejt sipas dëshirës. Edhe kjo është pogaçja që e kena përgadit. Shikone se sa mirë që është pjekur, është e shishme, ka aromë shumë të mirë. Provoni recetën sepse thash nuk ju dështon receta, edhe sigurisht shënojeni në fletorin e recetave. Shikoni edhe brumi sa e mirë që është, edhe është pjekur mirë. Nëse do ta provoni recetën, na shkruani në koment se si ju ka dalë receta. Mirëmbëçi deri në recetën tjetër të radhës.